إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahu e shpërbleft Allahun ton Ylberin Bilalin që e ka qelë konakin e tij edhe babën e tij Haxhin, që ka qelë konakun e tij për mu të bu vllaznia edhe mu fol në konakin e tyre feja Allah subhanahu wa taala, fjala e Allahut, suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allah ja shpërbleft edhe ja pranoi këta pejtina. E kjo nuk o punë e letë. Në Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, davetin e tij mas pari e ka pas në Darul Arqam, thot kur janë të bu shokët e tij në një shtëpi, që ka qenë shtëpia e Arqamit. Aty janë të bu, edhe aty Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ja ka mësu shokëve të tij, sahabëve të tij, bazat e islamit, bazat e besimit në Allahun azza wa jall. Aty i është formu shoqëria e parë muslimane. E nuk ka kjo sa një vogël. Në plot vene, në plot shoqëni islame, edhe bile posaçërisht atje në Kuvajt ku jetoj tani përkohësisht, daveti më i madh që bëhet edhe ato dersat që mundesh me thonë mas shumë të kanë dobi njerëzit, janë që bëhen që shtonë në për tubimin, në për oda vllaznive. Në ta për tyne përfitojnë shumë njerëzit. Edhe na për shembull në fillim kur kemi fillu me davetin ton, kur kemi mësuar në fillim në viteve të 90-ta, çështja ja kena nis në për shtëpia. Kena pas davetin në fillim. Edhe ka thua Allahu bereqet. Kjo nuk është nënçmimi i xhamime, se xhamit janë ajo veni primar ku duhet mu bë daveti edhe mu majt derset edhe mu organizu derset. Mirë po nëse nuk ka mundësi mu ban ata, atëherë bëhet mund të mu ba edhe në përshpia. Se veni më i mirë është xhamia, mirë po, nëse s'ka mundësi mu ba në xhami, ose ka arsye të ndryshme që s'bat në xhami, atëherë shtëpia është zëvendësim. Vllazit mirë. Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam sa herë ka mojt fjalim, sa herë ka fol, sa herë ka fol. E ka përdor çto që i thonë khutbatul haja, çto hutbën që fillimin e fjalimit që e dëgjonin në fillim të hutbeve, edhe në fillim të dersave. Quhet khutbatul haja. Edhe në to çdo herë sallallahu ka thonë o yakum muhdathatil umur. Edhe runu prej gjërave të reja. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Edhe se nga se çdo risi është bidat. Çdo bidat është dalalet. Wa alaykum assalam wa barakatuh. Hadallahu. Wa kullu dalalatin fi an-nar. Edhe çdo dalalet
çon në zjarr. Nuk është punë e lehtë, do thot bidati në fetë Allahut subhanahu wa taala. Edhe muslimani duhet më rujt prej risive në fetë Allahut, bidateve në fetë Allahut, edhe mu largu prej tyre. Edhe mu largu prej atyre të cilët thrasin në bidate në fetë Allahut azza wa jall. E bidatet në fetë Allahut nuk janë vetëm do sene për shembull që njerëzit i mendojnë që vetë çaj është bidat, për shembull bavaki hajt me thon me bë dhikrin me xhamat apo me knu Kur'an të vorrët. Po ka bidate edhe më të rrezikshme. E për bidateve më të rrezikshme në fetë Allah subhanahu wa taala është bidati i parë që ka dalë në Islam. Ai është bidati i tekfirit muslimanëve. Mi bot qafira muslimat. Mi nxjerr musliman pe fesë të Allahut subhanahu wa taala. Ata të cilët nuk e meritojnë më nxjerr pe fesë të Allahut, mi nxjerr pe fesë të Allahut. Se muslimani kur vërtetohet që është musliman, nuk nxjerrët prej fesë të Allahut përveç se me një gjë që është e sigurt që e nxjerr prej fesë të Allahut. E bidati i tekfirit është e xhawarizve, është bidati i parë që është përhap në vendet në te muslimanët. Bile i pari revolucionari i parë që ka qenë njëri që i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Thon, bëhu i drejtë o Muhammed se ti si e kanë i drejtë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë bënu i drejtë. Bëhu i drejtë i ka thonë. Pse çka ka ndodhur? Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mas shërimit të Mekës ka shku edhe ka luftu me një grup njerëzve, edhe pastaj ka fitu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shumë ganimete, domethënë shumë prej të luftës. Edhe ka filluar të prejnë e luftës që ka fitu, mja shpërnda njerëzve që disa bovaki hala se kanë pranuar Islamin, me qëllim mja forcu zemrën, ose disave që vetë se kanë pranuar Islamin, ndoshta edhe veç sa për sy e faqe, s'kan qenë tamam musliman vërtet. Edhe i ka dhënë këtyne ka 100 deve, i ka dhënë shumë sene, i ka dhënë 100 deve si me t'javë 100 kerës. Edhe i ka dhënë mrapa ensarët e tij edhe sahabit e mëqëm që kanë qenë kohë gjatë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë luftu me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë fliu çdo sen me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ti tash nëse e këshyr me logjik, në fen nuk këshyret logjika, këshyret ajo që ka thënë Allah, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse e këshyr sot me logjik, thu, çysh kështu, çfarë drejtësia kjo? Pilan këta të mirë, po i përfiton do vetë sa kanë ardhur tazë të rria. E ka thënë bënë drejt, ka thënë kush drejt nëse unë s'bana i drejt, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë atina. Kush bën i drejt nëse unë nuk bana i drejt. Edhe Umar radhiyallahu anhu ka thënë lejo ta vras këta, ka thënë jo. Ka thënë ka marrë njerëz të ngjashëm me këta, prej ngjashëm si kë, që keni më çudit me namazin e tyre, çfarë namazi kanë kur të krahason me namazin e juve, me agjërimin e tyre kur të me konsideron me agjërimin tuaj, ka thënë e dalin pe fes, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qysh del shigjeta kur të gjun gjohën, për shembull nëse është një dikush që gjun me shigjet shumë, më rrok gjohin edhe ka porcën shigjeta ambër tej. Shumë shpejt, çfarë hin Islam dalin pa kur gjë. Pse? Se kanë kuptuar thelbin e Islamit. Çfarë bojnë ata? I nxjerrin musliman pe fesë të Allahut. I nxjerrin musliman të thonë muslimani çafir, çafir, ai çafir, çafir, ai çafir. I nxjerrin musliman pe fesë të Allahut, edhe ky është bidat edhe më i madh se çato bidate që i përmendën. Edhe muslimani do të murojt mos menajt me njerëz të tillë. Mos menajt njerëz të tillë që i bojnë çafira muslimanët. Mi nxjerr musliman pe fesë të Allahut është një punë që i takon gjyqtarëve, edhe i takon ulemave të mëdhenj. Nuk i takon një njeri që
që si ka 2 ditë shkollë. Një njeri që s'din kur gjë për festë Allahut, po veç i ka një 2-3 sene dhe edhe që ato mund të praktikojnë. Pra, mundohu mos me nejt në ta. Edhe me ditë që kjo fe, shka thë Muhammed ibn Sirin, ka thënë inna hadha al-ilma din. Fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Ka thënë kjo fe është din. Kjo ilmi domethënë. Ditoria është din, fe. Prandaj kështu ne ka thënë pe kyna pe merrni fen e juve. Do të me ditë me këshyr, pe kyna pe merr fen tone. Merr fen tone, mësoje pe njerëzve të sigurt, të besueshëm, që e mësojnë njerëzve ata që ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe në sunnetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E është për fatkeqësi që tani për shembull shohim disa prej vllaznive tonë që shkojnë te njerëz që nuk janë domethënë të devijum në aspektin e tekfirit, devijum në aspekte të tjera, s'bën vllazni. Ka alhamdulillah boll njerëz të dijes që nuk kanë devijime. Mos shko mas atyne që kanë devijime në fetë Allahut azza wa jall. Se vetën ja hub fenë e Allahut, vetës edhe më ja hub vetës atë drejtimin e drejtë që ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos e bëni këtë punë. Tash që kjo ke një tema, kjo ke temë që duhet thot mu kap njëri me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me ato që kanë ardhur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe mu largu pe njerëzve të dyshimt.